Nxehetarët gati për misionin e ri. Kampionja në fuqi e Kosovës Trepça do ta nisë mbrojtjen e titullit përballë PES. Dy skuadrat me traditë në basketbollin e Kosovës synojnë ta nisin edicionin e ri me fitore. Duelet basketbollistike që do transmetohen ekskluzivisht në Art Motion me derbin kryesor Kexhiropejën dhe Trepçën, të cilat do të përballen të dielën duke nisur nga ora 19. Kurse sfida hapëse do t'jenë ndërmjet Golden Eagle Yllit dhe Sigal Prishtinës, një përballje që pritet të jetë e paraspeshuar dhe interesante. Me Yllin që takimin e parë luan në shtëpi, synon ta nisë kampanjën mirë pikërisht në jubileun e 50 të klubit. Kurse në anën tjetër Borat që për edicionin e dytë garon në elitën e basketbollit vendor do të ndeshet me Rahovecin 029, që edicionin e kaluar ishte në ligën e parë. Takimi do të zhvillohet në Pallatin e Rinisë dhe Sportin e Prishtinë të dielën duke nisur nga ora 17. Në të njëjtën ditë dhe orar do të luhet sfida tjetër ndërmjet Vllaznimit dhe Bashkimit, takim që zhvillohet në Prizren. Këto dy ekipe i kanë bërë të gjitha përgatitjet gati, teksa dueli do të luhet të dielën nga ora 17. Me sezonin e ri që nis këtë vikend pritet të dhurojë spektakull në parket, duke parë dhe përgatitjet për forcime dhe synimet që i kanë vendosur përpara skuadrës kosovare.